Artistja gjakovare Ergenita Fetahu Zukaj është përzgjedhur si ambasadore e artit në Indi në kuadër të konkursit dhe ekspozitës ndërkombëtare të artit Fiesta Art 2026. Në një intervistë virtuale për mediumin ton, Fetahu Zukaj tha se kjo është një arritje e veçantë dhe një përgjegjësi e madhe për të përfaqësuar vendin ton në një skenë kaq të gjerë ndërkombëtare. Normalisht që është një nder dhe një privilegj shumë i madh për mua që të jem një urlise që t'i bashkoj vlerat e tona kulturore me atëherë siç dihet edhe me Indin tani. Atëherë normal që është kënaqësi shumë e madhe që t'i mbështes artistët e ri që të jem pjesëmarrëse në këtë konkurs. Duke folur për përfshirjen e artistëve të rinj, ajo nënvizoi rëndësinë e përfaqësimit sa më të denjtë të Kosovës dhe Shqipërisë në këtë platformë ndërkombëtare. Normalisht që të jenë sa mas shumë pjesëmarrës nga Kosova, sepse tani ka pasur pjesëmarrë edhe nga vende të ndryshme të cilët më kanë kontaktuar, po do doja që shqiptarët nga Kosova apo Shqipëria të jenë pjesëmarrës sa më shumë dhe të përfaqësojmë vendin tonë sa më denjësisht. Piktoria nga Gjakova gjithashtu pati edhe një mesazh motivues për të rinjtë që zgjedhin të pikturojnë. Mund të them se duhet të mos ndalen të punojmë vazhdimisht, sepse pavarësisht faktit se arti tani nuk vlerësohet, mendoj se arti ka filluar të zgjerohet shumë më shumë edhe në treva të ndryshme ndërkombëtare, edhe që të vazhdojnë të punojnë sa më shumë edhe të jenë pjesëmarrës, sepse mendoj se doja dalin edhe të ngriten aty ku edhe unë jam ngritur dhe po vazhdoj të ngritem. Rrugtimi i saj artistik nga Gjakova në Zvicër e deri drejt Indis është dëshmi e përkushtimit dhe pasionit për artin, duke e bërë atë një zot të rëndësishëm të kulturës sonë në arenën ndërkombëtare.